Tash ndisha komunohet në Gjermani me 28 mars. Tash ja kom njës me ushtru, dhe më thonë, ja kom fillu me ushtru. Një muj këtë komunet në Prishtinë. Pastaj në shkurt mars jem në Gjermani, me i fillu përgatit e tjera që i kem. Po që e ke njësë kështu po më dokot vitin me shumë punë, unë e pak ma herët të pyta për vitin 2025 dhe më the që është përmbyllë në mënyrën më të mirë të mundshme, po të regëm pak për vitin 2026. Kina i farë objektive që thu që ta duna me realizu se zbën ndryshe? Qëtë kështu qëllime vitit? Po. 2025-ën ja kom qitë një dëmëllën qëllën vetës që po du mi përfundu krejt meqet me KO. Dhe ato e arrita. 5 meqet që i këm, 5 meqet i këm kryu me KO. Tash për vitin 2026 du me urrej për një titull. Titull Gjerman ose Europian. Urej shumë që ke me ja bo kështu, një farë tiko edhe kësaj ti në shta premtime që ja ki bo vetit. Të regon pak Kosovën qysh për e shenë në përgjithsis, po flasë në shta për shmime dhe për shumë qëka tjetër, për mundësit për cilat janë në shta për me u zhvillu si sport, për hapsirat në cilat në shta kanë mundësi për me ushtru edhe mës me ushtru. Nëse e bëni farë krasimi me kohën kur ti ki nisë edhe kohën në shta në vitin 2010, ka në i farë dalimi, kemi përmirësim të situatës të shumë qëka tjetër? Po, ka përmirësime, sepse Kosova, në fakt, të njëmon shumë, nëse këte arrin rezultate. Njëmon. Dhe më thonë, ka bursat mira, po që to për me arrit të rezultate është problem. Që të mi arrit, është që ke probleme që në ka ngecje. Edhe tash një sportist, një sportist e shkon dhe më thonë deri 18 vjet, 19 vjet, 20 vjet me një sport, edhe nuk ka torna, e du të me lonë.